Në një cep të qetë të qytetit të Ferizajt, aty ku tradita ruhet ende me dashuri dhe natyra flet me gjuhën e gjelbrimit të pafund, ndodhet fshati Varosh, një vend i vogël por me zemër të madhe. Epikrisht këtu në këtë fshat të rënjosur thellë në historinë dhe kulturën vendase, pritet të ndërtohet një park unik, i pari këtij lloji në rajon. Në këtë pjesë të fshatit Varosh, këtu në komunë të Ferizajt, ky fshat i cili është vetëm pak larg kilometra nga qendra, pritet që komuna të bëjë së shpejti një zonë turistike apo ndryshe një park unik, i cili do të ketë shumë gjëra të rekreative për qytetarët, duke filluar nga shtigjet për biçikleta, këndet për lojra të fëmijëve. E në këtë mënyrë komuna synon që përmes këtyre parqeve të rris edhe synimin e tyre për turizëm të zhvilluar në këtë qytet. Zëdhënësi i komunës së Ferizajt Selim Arefci ka theksuar se ky është një projekt që fokus ka gjelbrimin në mënyrë që ardashësit e natyrës të gjejnë qetësi në park që pritet të kushtoj mijëra euro. A mund të na tregoni më shumë për planin që komuna e Ferizajt ka marrë që fshati Varosh të bëhet një zonë turistike? Një muaj më parë, Sara e keni parë në postimin e kryetarit Aliu, që komuna Ferizaj ka qenë përfituese së bashku me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, është përfituese një parku të ri që do të bëhet në fshatin Varosh, një fshat që për nga mallësia është i treti në komunën e Ferizajt, është një frekuentim i madh i qytetarëve të atij lokaliteti të fshatit Varosh, dhe ai do të jetë normalisht si gjitha parqet që do të përfshi pjesën e gjelbërimit, pjesën e lisave të gjatë, domethënë komplet pjesa gjelbruese do të jetë e inkorporuar në këtë park. Gjithashtu do të ketë edhe stole për pushim në atë pjesë, përfshin pjesën tek vorrezat, afër vorrezave të fshatit Varosh, ku është edhe epicendra, domethënë e këtij fshati, sepse aty është caktuar lokacioni se do duhet të jetë pronë komunale, domethënë pjesa e ndërtimit të parkut. Është pritja zakonisht mirë nga gjithë qytetarët e atij lokaliteti. Sigurisht që intereson puna e shifrës sa do të jetë investimi. Ky përfitim i këtij grandi është dikon afër 400.000 euro, ku është bashkëfinancim komuna e Ferizajt së bashku me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, dhe po pritet që shumë shpejt të përfundojnë, fillojnë punimet dhe më pas të përfundojnë shumë shpejt, sepse po them është pjesë më tepër e një parku, nuk ka pjesë domethënë ndërtimore, është më shumë pjesë infrastrukturës dhe shumë shpejt pritet ta gëzojnë domethënë gjithë qytetarët e këtij fshati. Si kanë mirëpritur banorët e këtij fshati këtë vendim? A keni pasur më herët takime me ta? Takime kemi pasur vazhdueshëm me gjithë, jo vetëm me pjesën e fshatit Varosh, por me të gjithë domethënë qytetarët e komunës e Ferizajt. Normalisht kërkesat tani më janë të kësaj natyre, sepse shumica e rrugëve tashmë ju e keni pasur në komunën e Ferizajt janë në përfundim e sipër. Ato pjesë që nuk kanë përfunduar do të përfundojnë shumë shpejt. Dhe tashmë kërkesa dhe fokusi kryesor i qeverisjes në këtë rast i kryetarit Aliu është pjesa sa më shumë e gjelbruese në komunën e Ferizajt. Në këtë rast është pjesa, domethënë që jemi duke folur për fshatin Varosh, ju e dini edhe pjesën tek fshati Neredime dhe Jezerc, bifurkacionet që vetëm është duke përfunduar, një projekt milionsh në atë pjesë, pastaj parkun e Çarrëdhëve të komunës së Ferizajt, që është një park unik në Republikën e Kosovës, parkun Liria dhe çdo lokalitet ku është, pavarësisht se sa hapësirë ka, kushtimisht ta quaj edhe 1000 metra nëse i ka apo sa dush, komuna e Ferizajt ka fokusin e veçantë këtë rast kryetari Aliu, në mënyrë që të bëjë gjelbrim. Ju e dini tashmë rast konkret e kemi edhe pjesën jap edhe si lajm tek kjo që pjesa kryesore të stacionit i vjetër tashmë këtë javë quhet vetëm stacioni i vjetër i autobuseve, do të prishin komplet kjo pjesa e zyreve që kanë qenë dhe do të bëhet domethënë komplet, do të jetë një park i ri që i shtohet në qendër dhe në zemër të Ferizajt, ku do të ketë stole pothuajse i ngjajshëm me të fshatit Varosh dhe projektet e tjera që jemi duke i bërë kryesisht në kuadër të projekteve që piquan kryetari projektet e gjelbërta. Mes tjera, Arefci ka potencuar se synim është edhe rritja e turizmit në zonat rurale. Kjo parqe unike pritet
a kanë synim të rrisin edhe turizmin? Ju e dini tashmë Feriza vetëm ka marrë apetitin e një qyteti turistik. Ju e dini që vazhdueshëm, pothuajse sidomos pjesën e vikendeve kemi të ardhur jashtëzakonisht shumë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, mirë po jo vetëm, ka edhe nga Presheva dhe Bujanovci dhe normalisht pastaj edhe kjo pjesa tjetër e parqeve dhe shumë gjërave të tjera atraktive që po ndodhin në Ferizaj, sidomos parku tek Sherrethet që quhet, do të ketë një atraksion vetë që do të sjellë shumë qytetarë jashtë Ferizajt dhe normalisht pastaj edhe për qytetarët e Ferizajt do të jetë edhe një satisfaksion tjetër. Ndryshe parku i Varoshit nuk do të jetë vetëm një grumbull pemësh dhe sola, ai do të jetë një qendër multifunksionale ku do të kombinohet bukuria natyrore me elemente artistike dhe edukative.